Partitë opozitare mund të bëjnë edhe qeverinë edhe se bënë në shkurt 2025. Unë mendoj që kanë pas shkurt 2025 se kanë pas shumicën, po nuk e bënë këtë punë. Po, mendoj që sjellja e partive opozitare në raport me zgjedhjen e presidentit ka qenë korrekte sepse tendenca është gjithmonë që të rrezohet ky pushtet i Kurtit, i cili përgjatë këtyre viteve ka qenë pushtet jashtëzakonisht i dobët për vendin. Pse nuk e kanë pasur si tendencë 2021 kur ja kanë votuar Vjosën Kurtit? Edhe ja kanë vonë 3 pushtetet Kurtit. Pse se kanë pasur synim edhe atëherë? Po me qenë se bashkë që tash. Po tash mendoj që bashkëpunimi i partive opozitare do ta rrezoj Kurtin, sepse besoj që do të kemi edhe rezultate rizgjedhor. Rezultatin zgjedhor, falë se përbojna debat në ashtu se s'po du më ndërprej, rezultatin zgjedhor e ke pas në 2025 në shkurt, partitë opozitare i kanë pas mbi 50% kanë mujt me kriju qeveri, na ju kena bo thirrje, se po na thuni për shajna opozitën, pe harroni kohën kur na e kemi mbështet një qeveri, i kemi bo thirrje opozitës, bënu një bashk, merë në qeverin, votën janë një këndën që të qetë për kuvend, se më rëndësishme është ju me e marë qeverin, e nuk jënë bo bashk, sepse këta nuk e kanë për një me që përdojnë mërzu Kurtin, është shumë e thjeshtë. Se kanë pasas atëherë se kanë astash, falë se ndërprejo. Unë mendoj që partitë opozitare, domosdoshmërisht nëse dëshirojnë ta rrezojnë Kurtin, duhet të bashkëpunojnë. Dhe besoj që ky është qëllimi. Pas zgjedhjeve të 7 qershorit, rezultati zgjedhor për Kurtin nuk do të jetë i tillë siç ka qenë në dhjetorin e vitit kaluar. Do të jetë rezultat më i favorshëm për opozitën. Për shkak sepse nuk e dim, më në shumë vendum që ashtu po. Po, ambientet politike, vendet ku i frekuentojmë ne, sidomos që merremi me politikë dhe me angazhim qytetar, na japin disa parashikime. Zhgënimi për qeverisjen e zotit Kurti në vend është i madh dhe besoj që në rezultatin zgjedhor kjo do të ndikojë. Dhe me tutje partitë opozitare pas këtij rezultati do ta kenë mundësinë që ta rrezojnë Kurtin nga pushteti. Pra po thoni se do të jetë rënja e Albin Kurtit aq e madhe sa që po s'ka rëndësi kjo, edhe me një rënje të lehtë të zotit Kurti, edhe me një rënje të lehtë. Me numrin e deputetëve që pati në zgjedhjet e fundit, nuk ju desht as pak opozita për nuk ka shënuar rënje, ka shënuar rritje prej zgjedhjeve të 9 shkurtit në zgjedhjen e 28 dhjetorit ka shënuar rritje Kurti. Pra mund të jetë rënja aq e madhe sa që edhe me deputet e koalicioneve të partive të vogla shqiptare, pra nuk do arrinte që ta formonte qeverin pa ndihmën e partive opozitare? Po dhe, unë mendoj që Kurti në këtë zgjedhje do të bjerë deri në atë mos që do t'ju japet mundësia pra partive opozitare që t'i themelojnë institucionet. Dhe besoj që në qoftë se partitë opozitare vërtet nuk janë të gatshme të bashkëpunojnë për ta rrezzuar Kurtin, atëherë cila është tendenca për ta ndërtuar narrativën se Kurti është i dëmshëm. Dhe domosdoshmërisht besoj që kjo do duhet të shërbente. Cila është pra arsyeja nëse partitë opozitare pas kanë qikaq vetbesim, që kanë tu dalë qaq mire që pas ka me ra Kurti, pse nuk po dalin me thonë na kemi me bashkëpunu me njëna tjetrën, ndërsa me Kurtin kena vijat kuqës e po dojna me hjek për pushtetit. Pse s'pe thojnë që të sen? Pse pelojnë derën qelë? Krejt po thojnë nuk kemi vijat kuqës. A besoni frashër ju se do tjetë rënja Albin Kurtit? Pret që tash po vije dhe aty. Krejt pelojnë derën qelë, po thojnë nuk kemi vijat kuqës sepse po dojmë me thonë, a edhin qysh, na nuk jemi të sigur që Kurti nuk ka me fitu njejt, e nashta dhe ma shumë, kështu që ma mirë mos jam shelin vetës derën, se se kena seriosisht. Kjo është shumë e thjeshtë. Për mu, nëse dalin sot partitë politike, opozitare dhe thojnë, pavarësisht rezultatit na kemi vijat kuqe me Kurtin, edhe kemi me u bo bashkë me zveti, atër kje ndronë situatën, po fakti që i lojnë vijat e kuqe, fakti që i kanë hjek, fakti që po thojnë do të me ndërtu ura bashkëpunimi, sa arpi pyet, a keni me bashkëpunu me vetëvendosjen, që kjo përgjigje është konstant edhe të PDK-ja edhe të LDK-ja, kjo ka zënë që ata janë të qu sinjal vetëvendosjes që na jemi të gatshëm me hinë koalicion. Qështu kanë thonë për Kurtin që ka me radhën dhjetor, bre? Në krejt studio televizive kanë thonë që Kurti mas krejt që saj krize ka me radhë nër 3 do thëshin 30%, do thëshin 40%. Po frashe vetëm se tani kemi një moment të ri. Tani kemi një moment të ri. Atëherë kemi pasur edhe opozitën të shpërndar. Nuk kanë qenë për të bashkëpunuar me njëri tjetrin. Nuk ka njerëzit se pi konsiderojnë njerëzit që janë naiv, edhe pi konsiderojnë njerëzit që ngajnë mas do personaliteteve pavarësisht çfarë ide kanë e çka bojnë. Nëse Vjosa Osmani i ka qu vota Albin Kurtit, i ka qu projekt të Albin Kurtit, dhe kur del Vjosa Osmani pe që ati projekti, njerëzit rinë atje nuk dalin. Këto e ka dëshmu në politik me 10 herë dëshmu kësen. Se aq ma pak nuk dalin kur e shohin që kjo lëvizje e Vjosa Osmani është kryk put lëvizje e interesit personal.
E që ja u shpjegoj pse është lëvizje e interesit personal. Nuk mund është ti me dalë, edhe me thonë, në ditë mas zgjedhjeve, stash po thot Vjosa Osmani, me thonë 1-9 Kurti është i rrezikshëm, Kurti linçon, Kurti është autoritar, Kurti është autokrat, këtë qitoj ka thonë Vjosa Osmani, tash, e në fjalinë e radhës me thonë, unë kam qenë e gatshme me bashkëpunu me të. Edhe 10 vjetë kemi pas me bashkëpunu matutje, edhe me fuqizu bashkëpunimin. E qysh ti, ko ke konë të menu që kjo është